hapen portat e shkarkimit të hidrocentraleve të Ulzës dhe Shkopetit. Në hidrocentralin e Ulzës po shkarkohen rreth 250 m3 ujë në sekond, ndërsa në hidrocentralin e Shkopetit rreth 300 m3 në sekond. Hapja e portave të këtyre dy hidrocentraleve ka sjellë rritje të nivelit të ujit, duke krijuar rrezik përmbytjesh në zonën e Lezhës dhe Milotit. Sipas banorëve të zonës, situata është përkeqësuar vitet e fundit. Firma Kurum që administron hidrocentralin e Ulzës, rreth 6 vite më parë ka ngritur nivelin e digës rreth 80 cm mbi digën ekzistuese. Shka sipas tyre ka sjellë përmbytje të vazhdueshme në fshatin rreth bazë, si edhe në fshatin Urak. Sipas janë përmbytur toka buqësore dhe banista, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme për banorët e zonës. Ata theksojnë se janë ngritur disa herë në protesta, por deri më tani nuk ka pasur asnjë zgjidhje nga firma Kurum. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse për të shmangur përmbytje të tjera.